Zhvillohet këtë të martë provimi i fundit i mini maturës, teksa nxënësit e klasave të 9-ta i nënshtrohen provimit të gjuhës angleze. Vetëm pak ditë më parë ka përfunduar edhe provimet e maturës shtetërore, ndërsa me këtë provim të gjuhës angleze që zhvillohet sot, mbyllet edhe cikli shkollor për vitin 2025-2026 për arsimin parauniversitar. Në zyrën vendore arsimore Vlori Mari janë rreth 1113 të nxënës të klasave të 9-ta që i nënshtrojnë provimit të tretë të mini maturës atë të gjuhës huaj. Është zhvilluar këtë të martë provimi i fundit i testimit kombëtar të arsimit bazë, ku nxënësit e klasave të 9-ta ju nënshtruan testit të gjuhës huaj. Në qarkun e Vlorës, provimi u zhvillua në 15 qendra testimit dhe zgjati rreth 2 orë e 30 minuta. Testi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30, duke u zhvilluar sipas rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky ishte provimi i fundit për nxënësit e klasave të 9-ta, të cilët më herët kanë zhvilluar edhe testimet në lëndët e tjera të programit. Ndërkohë, pak ditë më parë u mbyllën edhe provimet e maturës shtetërore për maturantët në të gjithë vendin. Me përfundimin e provimit të gjuhës së huaj për klasat e 9-ta, konsiderohet i mbyllur edhe viti shkollor 2025-2026 për arsimin parauniversitar. Pas publikimit të rezultateve, nxënësit do të vijojnë procedurat e regjistrimit në shkollat e mesme, duke u përgatitur për një etapë të re në rrugtimin e tyre arsimor.